lodhem shumë kur jam në shtëpi, se sa kur shkoj në punë. Kur shkoj në punë e di që kam për të bërë vetëm një punë, e bëj atë punë, edhe pastaj jam rehato njerëz të dashur. Kur jam në shtëpi kam 500 punë, nuk çlodhem fare, edhe në fund të ditës dhe nuk do paguhem. Kjo është e keqja. Edhe nuk duken që i ke bërë këto punë, se thon se ç'bëre gjithë ditën nuk ishte shumë punë shtëpia. Mos e pyesni. Kjo është një nga ditët që unë kam pushim, edhe vendosa të pastroj një çik shtëpinë, mos pandeni me rënjë, nuk isha shumë kohë që ta bëja me rënjë, por bëra të gjitha këto gjërat që siç i themi në greqisht, osa vlepi pethera, do me thënë sa shikon vjera. Mirë, unë vjerë nuk kam. Edhe sa i shikoj unë, pa burrit nuk i bën përshtypje fare. Edhe fillova të gjitha punët me radhë, lavatrice, farse robash, një çik fshirje, një çik larje, i dini të gjitha juve këto që duhen, punët që duhen bërë për dita. Po kur shkoj në punë nuk e kam kohën që t'i bëj të gjitha me radhë, edhe kur jam në shtëpi detyrohem i bëj të gjitha me radhë. Fillova tani unë edhe një çik nga dollapët e kuzhinës, se te këta ngelen shenjat e gishtreve, aman o zot si bëhen këta dollapët. Edhe kur ke fëmijë të vegjël, më kuptoni. Ika tani. Ciao.